Mirëmbrëma, përshëndetje. Fakti që jeni këtu me ne do të thotë që sapo keni ndjekur serialin më të ri në Top Channel Niche dhe jemi këtu në një mbledhje për të folur mbi këtë serial me krijuesit dhe castin e Niches, me David Kodhelin, regjisorin dhe castin për aktorët Brent Bega, Silvio Goskova dhe Margen Caushin. Gjithashtu dhe George që s'ndodhet me ne sepse George, si nisi Niçja? Kush është Niçja në të vërtetë? Niçja na duhet një emër i bukur, doni një emër që... Pse Niçe? Doni një emër që të unë ketë fillim mendje. tash nice. Duhet një emër të ketë mendje. Duhet diçka që gjë me dy rroke. Çdo gjë me dy rroke Me rroke është gjithmonë shumë e mirë. O dy fjalë ose dy rroke. Kjo është formula art për emrin, titullin e një seriali. Por më shumë besoj se mund të ju njojtët pra. Ore, tamam, nisim me një audicion. Ishte një audicion në një Prishtina Liu, ato më thanë, ma treguan tekstin përpara, ato përgatita në shtëpi, lexova tekstin prap, pash tekste të ndryshme të Prishtina Live. Edhe vërtet pra, bërë një studim. Po studim tamam metod. Edhe vetën audicionun, edhe i vata tamam kështu në rol direkt, hapa derë, kështu se super audicion. Hape derën. Po, u pëlqeu shumë fakt, çunave thanë direkt aksion në nisën. Vazhdova batuta, dëgjova batut që thoja qeshtin çuna dhe mua më bëhej shumë qefi, kupton? Flasim për kineman, kishim shumë shihet përbashkëta, edhe thanë do bëjmë shumë gjëra të bukura bashkë. Nuk fitova audicionin pastaj. Edhe të fjalia. E marrim hajde këstuar. Van Kirkli, ti zbuloj bet. Niçe trimi si kytimi. Ike mundava, ike gomu. No. Je showbiz do me thënë. Po kë ke ndonjë vip që mund ta njohë? Isha në Amerikë. Mëra shfaqen. Apo më falë. mos e largo. Çopëm! Se ka syrë gjore, ka qep të preki. Çesën. Falenderit, ba. O kushqo! Gjek ruan ty! Po ne po knaqeshim. Apo ta dheshim edhe në atë kamera me... Kemi reguluar dhe 2 batakçin do tjerë nga ky jetë. Po, më fal. Treshja e Niçës me 3. Treshje. Po më mirë. Okej, exact. Kahauri nis ditën e tij në orën 9 të mëngjesit. Kahauri nis ditën e tij në orën 9 të mëngjesit ku pi. Kahauri nis ditën e tij në orën 9 të mëngjesit. Kahauri nis ditën e tij në orën 9 të mëngjesit ku pin kafe i vetëm në lagje. Në orën 9:20 ai bën 8 ndalesa. Unë azere. Ai ka dhe 30 metra për ditë. Tu është një nga momentet ku ne kemi motorin të paruajtur. Vedi mos. Çfarë thua? Të ta them. Dhe vazhdojmë duke folur për një ndër njerëzit më të veçantë dhe një ndër aktorët më në zë dhe një ndër njerëzit më të suksesshëm në fushën e filmave, Margentin.
Margen. Thasë po thoshe për Gjoxhin. Fakti, nisa për Gjoxhin, po më shifje shumë, edhe thash tani s'dal dot nga situata. Ja, thash po e kishte. Po një sekondë, se unë thashë se është emision, po kam bërë ca kërkime për sot, që t'i pyes sakt. Dhe kam lexuar në një revistë që Margen Caushi ka shtuar 17 kg për rolin. Kam shtuar 22. 5 më shumë nga E bëra për inat të regjisorit. Pse? Më erdhi dhe më tha, duhet më shtosh 15 kg për roli, tha. Je shumë në formë. Sa kile je i thash? I thashun si të mbuloj unë muskujt e mi, thash me fjam. Po jo. A kupton? Për te shakave. Duat më flasësh pak çfarë do veçoje nga ky rol në të gjitha rolet e tjera që ke në kinematografi. Kemi pasur marrëdhënie të cilët neve kemi ndonjë jashtëzakonisht shumë me njëri tjetrin. Kemi qenë edhe jashtë xhirit, edhe kemi ndonjur, kemi pirë kafe, kemi pirë Jack Daniels. Do vishti? Atención, dhe kemi krijuar dhe kemi punuar mbi personazhin, sidomos të Kuqës. Po si ka qenë integrimi i Kuqës në serial? Siç ka nevojë dhe Terence Hill për Bud Spencer, ashtu ka nevojë. Ashtu ka nevojë dhe Bud Spencer për Terence. Hajde gëzuar. A mund të na ndihmosh Brendi? Të lutem? Do kapim një gjë sot. Do kapim topet tona. Çfarë është kjo? E mund? Japi reklama, po shoh për punë. La. Po i të kthej kamera. Po, më fal. Kuptove një mut. E kemi bër as bëhet fjalë. Edhe të del në një gjëna poshtë, nuk i del. Mos qeshni, ju thash, mos qeshni. Luan det. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Kemi tekst. Po. Po kush është? Tresha e Niçës. Tresha e Niçës, kush ofiron 3. Gati? Gati? Kanë marrë policinë ata në telefon. Si e morë Më fal, nuk e kanë marrë policinë në telefon, se për çfarë do ta merrnin policinë në telefon? Po, ata, se ju... ta kapja, i fusja dyer. Okej, Niko, Silvio. Po, çfarë ka pëlqyer më shumë nga ky rol? Më pëlqeu kurba që pësoj personazhin. Kurba, personazhi. Ja bë vonë është, po janë me pip. Në fillim e mora leçën, thash është një personazh që mund t'ja gjej pikat shumë kollaj, po ndonjëherë duke qenë se merr kaq thjesht, bëhet puna më kur e merr pa frikë, kam fjalën. Po, e merr leçën. Të madhe. Leçën jo, po pa pretendimin ose predispozitën për të bërë diçka wow. Ndodh që del më e bukur dhe më interesante. Pse? Sepse nuk ke kështu presion me veten. Po patjetër, këto janë gjëra që edhe vetëm shton, krijon edhe. Dhe në fillim mu duk kështu si një personazh i thjeshtë, thash, okay, po e luaj shumë kollaj. Do të ishte ai mori. Silvio, valla. Për Nikon, a ke sjell ndonjë personazh ose një karakter që njeh për të realizuar këtë rol? Personazh konkret jo. Po thjesht është tipiku i mashkullit në kohët sot. Një burr që strapacohet
për të paguar atë kredin e shtëpisë, për të mbajtur familjen, atë fëmijën që po i vjen jetë. Më tërhoqën batutat, më tërhoqi tipi ti dhe thash, po më thash mund ta luaj këtë personazhin. Dhe thjesht mori për masa të tjera. Ke sjell nga vetja? Ja, s'mendoj, s'lidhem askund, s'kam as bro, as kredi, as... Po ndoshta a do ndikoj për të ndryshuar CV-n e vërtet ky rol? Për çfarë të bëj me kredi thua? Po jo me kredi, me fëmijë. Me fëmijë. Shefi kam, po thobas më mban. Po pritshmëri për atëherë, Fituam! Si nxirën të? Bari kusho, Piper mollallari. Edhe do na regjistrosh. I kopjedu. Milan tapetën në lavatrice. Qa thunë? Po, një sekundë, ku është ky artisti i grupit, o Gjoç? Gjoç, po hajde mo. Erdha, ja. Hajde të flasim pak të vendos pak mikrofonin dhe erdha, 2 sekundë. Hajde, Gjoxhi! Eja, Gjoxhi! Se nga gjithë kërkistet për sot nuk mund të im do të papërmendur dhe një pjesë shumë të rëndësishme të krijimit të këtij filmi. Dua të përqendrohemi të gjithë, se të gjithë jemi kurioz të dimë se kush është stili yt që përdor në fotografi, si mund ta quaj. Stili është diçka e cila është zhvilluar fal bisedave të gjëra që kemi pasur mbi skenarin kur është shkruar Nietzsche. Ka qenë një histori e cila kishte fingerprinte nga shumë tipologji kinematografisht të ndryshme, por ajo çfarë unë kam nxjerrë në pa me Davidin përgjatë kolaborimit ka qenë një inspirim nga kinematografia perëndimore. Pra approachi dhe mënyra sikurse janë të stilizuara shotet, gjithashtu për të qenë sa më mirë në funksion edhe të zhvillimit të historisë apo skenës apo crafting të gjithë këtyre gjërave. A ke përdor në një gjë ndryshe nga ç'ke bërë në filmimet, xhirimet e tua të tjera? Një gjë e veçantë që neve kemi trajtuar, do thoya që është një spoil i vogël, episodi numër 4. Jo shumë, lutem. Në bazë ka qenë një film i vitit 75, Jaws, nga Steven Spielberg, i cili ka shotin ikon të një efekti vertigo që trajton në film. Shërben sa të pak si homazh edhe ka fingerprintet tona si artist, ku jemi huazuar dhe kush është bot kuptimi jon në mënyrën sikurse neve duam trajtojmë edhe gjërat që bëjmë në të ardhmen. Ishim pjesë e këtij shoti dhe nuk e dinim. Gjori artisti. Posizione, benvenuto.
Cila ka qenë ideja dhe çfarë ka mbetur më shumë në mendje nga gjithë puna e këtij seriali? Pikës parë faleminderit që më le për të fundit herë, edhe i konsumuam disa gota këtu. Fal Xheku. Je në formë për të folur sinqerisht, kjo është e mira. Jemi shumë formë. Kemi qenë në formë që nga fillimi dhe çdo qëllimi joni ka qenë për të argëtuar. Çdo qëllimi joni për ditë është që të argëtojmë publikun dhe t'i japim publikut diçka të re. Ne kemi qeshur me këtë projekt që nga fillimi, që nga ideja që kishim për këtë personazh, në shkrimin e skenareve që kemi bërë, në xhirime kemi qeshur shumë, por edhe në montazh duke parë ato budallalliqet që kishim bërë, kemi qeshur shumë. Dhe shpresoj nga zemra që të transmetohet shpirti i mirë dhe pasioni, harmonia e madhe që ka qenë në set, dhe kjo është vërtet ajo gjëra që do më ngelet në mendje, është vërtet mbështetja shpirtërore që të gjithë kanë dhënë duke u bashkuar në një projekt me djemë të rinj, siç jemi ne, pra unë, Brendi, Silvio, Gjorgji, që nuk na ka parë ndonjëherë publiku, nuk na njeh, por që jemi me një zell shumë të madh për të sjellur diçka të bukur në treg. Dhe uroj që publiku ta ndjej pasionin ton gjatë këtij projekti. Shpresojmë që javës tjetër mos na gjykoni shumë keq, nuk duhet ta merrni seriozisht fare, çdo gjë është në kuadrin e komedisë dhe çdo gjë është vetëm për të argëtuar, për të harruar dhe për të futur në këtë botë shumë më të keqe se jeta jonë, dhe të themi që vërtet paska më keqe, paska më keq, kështu që jemi mirë të jetojmë, të shijojmë, dhe me që jemi këtu, thjesht një gëzuar për gjithë të djemë talentuar që na kanë ndjekur edhe na kanë zbukuruar vërtet këtë projekt. Jeni ju, pa jemi ne. Kjo ishte biseda e ngrohtë që ju premtuam, dhe për të njohur pak më shumë kreatorë dhe kastin e mrekullueshëm të serialit më të ri Niche, që do transmetohet çdo të diel në orën 23 në Top Channel, kështu që ajo që u tha dhe vlen të thuhet, qeshni sa më shumë dhe shijojeni këtë serial. Gëzuar.